Ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, ka marrë një emërim të ri në Departamentin Amerikan të Shtetit, ku do të mbajë postin e këshilltares së lartë për eficiencë dhe përgjegjësi. Ky lajm është konfirmuar nga vetë Departamenti i Shtetit pas disa aludimeve nga Berisha se Kim ishte shkarkuar nga posti i saj. Nuk kam asnjë lajm të sigurt përveç lajmeve që janë botuar se ajo është shkarkuar ose jo. Ajo çfarë unë them, ajo në deklaratat e mia ka qenë diplomate e korruptuar dhe unë kam ftuar FBI-n dhe Kongresin të hetojnë për korrupsionin e saj dhe ato informacione që unë disponoj jam i gatshëm t'u vënë në dispozicion, deklaronte më herët Berisha. Spekulimet u nxitën nga fshirja përkohshme profilit të Yuri Kim në faqen zyrtare të Dash dhe kjo ka bërë që shumë të mendojnë se ajo ishte larguar nga detyra, por duket se ky veprim ka pasur për qëllim përditësimin e informacionit lidhur me emërimin e saj në postin e ri. Në rolin e saj të ri si këshilltare e lartë për eficiencë dhe përgjegjësi, Yuri Kim do të jetë përgjegjëse për forcimin e eficiencës dhe transparencës brenda Departamentit të Shtetit. Ky post i ri është krijuar si një përpjekje për të rritur efikasitetin në administratën publike dhe është frymëzuar nga modelet e qeverisjes dhe efikasitetit, siç është Departamenti i Eficiencës së Qeverisë, i udhëhequr nga Elon Musk.